Kupa e Shqipërisë në basketbol për femra sjell trofeun e parë të këtij sezoni, ndërsa ndeshjet finale do të zhvillohen në Durrës. Ekipi i flamurtarit shkon me një synim të qartë, fitimin e këtij trofeu, i pari për këtë sezon. Ditën e njëjtë do të luhen ndeshjet gjysmëfinale ku flamurtari do të përballet me Vllaznin, ndërsa të shtunën do të zhvillohet finalja e madhe. Drejtoria e klubit Shumë Sportësh Flamurtari, Elona Asanaj, thekson se objektivi kryesor është fitimi i Kupës së Shqipërisë në Vlorë si trofeu i parë i sezonit. Ajo shton se ambicjet e ekipit nuk ndalen këtu, pasi synimet për këtë sezon janë gjithashtu titulli kampion dhe suksesi në ligën unike. Shkojmë nesër në gjysmë finale, siç e tha dhe ju, në ndeshjen me Vllaznin, që është një ndeshje lehtë. Ekipi i Vllaznis ka në përbërjen e tij vajza të reja, është në vendin e 4 në tabelën e klasifikimit. Ditën e shtunë, në orën 7, te Goga Basket në Durrës, luhet finalja e Kupës së Republikës, që ndeshemi me ekipin që del nga takimi, Tirana Partizani. Është një ndeshje e vlerësuar maksimalisht nga unë, nga ekipi dhe nga gjithë stafi i trajnerave. Jemi të bindur dhe patjetër, pse jo, t'i sjellim kupën e parë për këtë vit qytetit të Vlorës, siç është Kupa e Republikës. Nuk kemi hequr dorë asnjëherë nga titulli kampion, nuk kemi hequr dorë të jemi finalist të Ligës Unike, pse jo fitues të Ligës Unike. Ti marrim gjërat hapasapi, të fitojmë Kupën e Republikës së shtunën, i ftoj të gjithë dashamirësit e ekipit të flamurtarit të vajzave, të vinë pse jo të mbështesin vajza ditën e shtunë në orën 7 te Goga Basket në Durrës. Asanaj nënvizon gjithashtu se ekipit nuk i ka munguar mbështetja dhe se kjo përkraje do të vijojë edhe në finalet e Kupës së Shqipërisë me besimin për të siguruar trofeun e parë sezonal. Në fund të çdo gjëje është finalizimi, është kupa. Kupa e Republikës është e treta në radhë, është kampion. Ne objektivin ton të parë kemi titullin kampion. I dyti është Liga Unike dhe treta është Kupa e Republikës, që është një kupë pa aq e rëndësishme sa të tjerat. Është një kupë që po ta shikoni ndër vite nuk i ka munguar qytetit të Vlorës, sepse ne dim që basketbolli në Vlorë është legjend. Nuk jemi vetëm në këtë rrugtim. Dhe nuk mund ta bënim asnjëherë vetëm pa mbështetjen maksimale të Bashkisë Vlorë. Është një suport i jashtëzakonshëm. Pa atë nuk do të ekzistoni kupat e flamurtari. Unë kam thënë gjithë dhe nuk do ndaloj së thëni asnjëherë. Sportdarësit dhe ju gazetarët jeni lojtari i 6 në fushë. Ndeshjet finale do të luhen në datat 20 dhe 21 shkurt. Flamurtari do të përballet në gjysmëfinale me Vllaznin në një sfidë që pritet të jetë jo e vështirë, ndërsa në finalen e madhe pret një mes skuadrave të Partizanit ose Tiranës.